Në qarkun e Gjirokastrës, fermerët po vazhdojnë me ritme të larta aplikimet për të përfituar nga skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Interesi këtë vit është veçanërisht i madh, sidomos për subvencionet që lidhen me sektorin e blegtorisë dhe mbështetjen me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi. Tek skema e naftës deri tani kanë aplikuar 1030 fermer, nëse i referohemi kuotës vitit të kaluar kanë qenë 1420 aplikantë dhe kështu që parashikohet deri në fund të periudhës mendohet që kjo shifër do të arrihet përsëri, do vete 1400. Ndërsa për skemat e tjera, për të imtat dhe për gjedhin, aplikantët pothuajse e kanë mbyllur procesin e aplikimit, janë një numër shumë i vogël. Pra jemi në po ato kuotat e vitit të kaluar. Kostadina, i blegtor nga fshati Shëntodër i Gjirokastrës prej disa vitesh, ka përfituar nga skemat mbështetëse. Për të, kjo është një ndihmë ekonomike për të përballuar vështirësitë. Për baktit kemi aplikuar çdo vit. Po ja marrim blejmë të paktën këto tokat i kullosim. Pa kanë shpenzime shumë ato. Tani vam sa kemi një 70 vjet që marrim. Aplikimet për skemat kombëtare në bujqësi do të jenë të hapura deri në datën 30 maj 2025.